Kena stërvit në salë tjetër, palestër tjetër më falë, kena lujt në palestër tjetër, 17 ndeshë musafir kena lujt. Edhe një ndeshë më rritë me organizu në Kamenis, që është pak ma ofër Gjelanit, që me mujtë marrë tifozët, edhe e këndeshë musafir, sa asë një stërvitja, sa ato edhe është ndryshe kur një lojtar ushtron me një fush, gjun me një fush, lunë që aty më ndajena, ndryshe kur ushtron dikun tjetër, lunë dikun tjetër, edhe është një dallim. Kështu që, o konë sfida ajo, po janë adaptu që të janë konë që janë konkurset. E kom pa shumë reagime edhe të tifozëve intelektual, të ata të pjesës futbollit që kanë reaguar me inkuadrimin në Superligë. A keni komuniku mas ndeshjes me tifozët, a keni pas kontakt? Besoj po kryesia klubit ka pas, nëse ka qenë në kontakt me ta. Se besoj ka rrit entuziazmi tash për Superligën edhe te ata, se është një skuadër nga Gjilani që do të jetë pjesë e elitës basketbollit të Kosovës. Dim shumë mirë sa janë klubet e Gjironit suksesshëm në futboll, dhe njëjti qëllim është me vazhdu me basketbol, po shpresojmë që palestra ka me qenë gati deri verës, që me mujtë me vazhdu atje, me lujt ndeshje musafir.